Ndotja e krijuar nga hedhja e inerteve dhe gomave të përdorura, e më pas djegja e tyre në brigjet e lumit mat, kanë vënë në lëvizje institucionet përgjegjëse në Lezhë. Policia vendore e Lezhës njoftoi këtë të mërkur se shërbimet e komisariatit Kurbin kanë shpallur në kërkim shtetasin Albert Bitraj, 47 vjeç, banues në Milot, i dyshuar për djegjen e gomave të automjeteve dhe ndotjen e rëndë të mjedisit. Ndaj 47 vjeçarit janë ngritur akuzat për ndotje ajrit, ujrave dhe tokës, ndërsa vion puna për kapjen e tij. Prej kohësh, zona pranurës së matit përgjatë superstradës Lezhë-Laç ishte kthyer në një vatër problematike mbetjesh, ku djegja e gomave është bërë praktike përsëritur sidomos gjatë fundjavave. Tymi dendur, era rëndë dhe rreziku për qarkullimin rrugor kanë qenë shqetësimet kryesore të ngritura nga qytetarët edhe drejtuesit e mjeteve. Vetëm pas publikimit të vazhdueshëm të këtyre rasteve në media ka ardhur edhe ky reagim i policisë. Po ashtu janë vënë në lëvizje edhe institucionet mjedisore, të cilat kanë ngritur monitorimin e lumit mat për të ndaluar hedhjen e inerteve dhe pjesëve të automjeteve, pasi tymi i krijuar ka shkaktuar shqetësime serioze për mjedisin dhe shëndetin publik.